Prokuroria e Përgjithshme ka përfunduar një verifikim të thelluar 2 vjeçar mbi gjyqtaren e posaçme Irena Gjoka, duke konstatuar se ajo është padur fajtore në Greqi për falsifikim dokumentacioni. Gjetjet janë përcjell në 19 janar në Këshillin e Lartë Gjyqësor për vendimarrje në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Hetimi ndaj Gjokës nisi me 8 maj 2024 pas dyshimeve se ajo kishte fshehur në formularin e dekriminalizimit një dëbim dhe një dënim të gjykatave greke. Sipas dokumenteve greke, në 24 dhjetor 2002, Gjoka u kap në pikën kufitare të Kakavijës me dokumente të falsifikuara. Për këtë episod, ai u shpall fajtore dhe u dënua me 3 muaj burg dhe me një gjop prej 1.500 euro. Gjyqtarja Gjoka, e njohur më parë dhe me mbiemrin Shpata dhe Maneku, ka mohuar në deklaratën e saj se ka patur ndonjë dënim në Greqi. Ajo ka pasur në dorë çështje të bujshme në gjykatën e posaçme, duke përfshirë dosjen Gërdeci, Partizani dhe çështjen ndaj Ilir Metës, duke marrë vendime që kanë pasur ndikim të madh në skenën politike dhe ligjore të vendit. Verifikimi i prokurorisë për gjyqtarin Gjoka është një hap i rëndësishëm për të garantuar integritetin e gjyqtarëve të institucioneve të posaçme dhe për të ruajtur besimin publik tek sistemi i drejtësisë.